Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore nis sot punën në orën 12 me fokus për caktimin e numrit të ekspertëve teknik dhe kërkesat për asistencë nga USB ODIHR dhe Komisioni i Venecias. Komisioni u ngrit me votat e përbashkëta të PS dhe PD dhe përfshin të gjitha partitë, 7 anëtar të PS-s, 5 PD, ndërsa pjesa tjetër do takon partive më të vogla. Presimi do të bëhet nga Damian Gjiknuri dhe Oert Bylykbashi. Reforma zgjedhore është kërkesë e fortë ndërkombëtare e theksuar nga USB ODIHR. Raporti i BE-s dhe ambasadori Silvio Gonzato si kusht kyç për integrimin. Deputeti i PD Oert Bylykbashi u pyet për rreth 2 orë në SPAK lidhur me një kallëzim të bërë nga grupi parlamentar i PD-s për një vjedhje prej 12.5 milion euro që, sipas tij, lidhet me një kompani të lidhur me inceneratorët. Ai tha se kontrata ishte 19 milion euro, ndërsa punimet janë bërë realisht për 6.5 milion euro. Bylykbashi deklaroi se po respekton sekretin hetimor dhe se çështja prek zonën e Durrësit. Për dosjen 21 janari, ai theksoi se nuk ka marrë ftesë nga SPAK. Seanca gjyqësore për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj u shtyp për shkak të mungesës së një avokati. Gjykimi do të vijojë më 30 orë. Beqaj ka kërkuar të lejohet përdorimi i një ambienti të posaçëm në gjykat për të dëgjuar përgjimet dhe parë provat, duke pretenduar se në burg nuk ka pajisje të mjaftueshme. SPAK e akuzon atë për vjedhje të fondeve të BE-s gjatë drejtimit të agjencisë SAS SPAK, ndërsa ndaj tij pion edhe çështja e koncesionit të sterilizimit. Qeveria laboriste e Keir Starmer njoftoi politika shumë të ashpra të emigracionit duke paralajmëruar kthimin në Shqipëri të rreth 700 familjeve shqiptare, edhe me fëmijë, të cilave u është refuzuar azili. Sekretaria e Brendshme Shabana Mahmud tha se nëse nuk largohen vullnetarisht, do të dëbohen me forcë, duke theksuar marrëveshjen e artë mes dy vendeve për kthimet. Sipas rregullave të reja, azilkërkuesit do të presin 20 vjet për leje qëndrimi të përhershme, ndërsa statusi do të rishikohet çdo 2 vjet e gjysmë. Azilkërkuesit me pasuri do detyrohen të paguajnë vetë për ushqimin. Masat janë kritikuar fort nga deputet laboristë dhe organizata të drejtave të njerëzit, të cilat i quajnë mizore dhe antihumane. Qeveria thotë se këto reforma synojnë të rikthejnë kontrollin mbi sistemin e azilit. Një 44 vjeçar shqiptar, Francesc Shkambi, u ekzekutua me 2 plumba në Michigan, ku punonte si menaxher i një bar-restoranti. Policia ka arrestuar një person si autor të dyshuar. Sipas të dhënave publike, viktima ishte i afërmi Elvis Shkambit, autorit që vrau gjyqtarin Astrid Kalaja në Tiranë. Francesc Shkambi kishte hapur pak javë më parë një GoFundMe për të mbledhur mbi $8.000 në mbështetje ligjore për Elvis dhe John Shkambin. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se vendi paraqitet kryesisht i qetë me rreshje të lehta deri mesatare dhe pa probleme serioze në nivel kombëtar. Përjashtime ka në fusharës ku era e fortë ka shkaktuar ndërprerje energjie. Në Lezhë Shëngjin një pemë e rrëzuar ka dëmtuar linjat elektrike, ndërsa në Lezhë Balltren ka prani inertesh dhe po kryen pastrime. Në qarqet e tjera nuk raportohen situata problematike.